Jo thjesht është rritur në vite, por është shndruar në një institucion që po lë gjurmë të pashlyeshme në peizazhin arsimor të rajonit. 12 vjetori i Universitetit Haxhi Zeka në Pejë është një moment historik që dëshmon një rrugëtim të zhytur në përsosmëri akademike dhe përkushtim të palëkundur për të formësuar mendjet e liderëve të arshëm. Në krye të këtij institucioni prestigjioz është rektori Armand Krasniqi, një lider vizionar i cili luajti një rol si një nga rektorët të themelues në fillimet e universitetit. Kam qenë pedagog i këtij institucioni që në vitin 1999, e njerë pas luftës kam filluar punën si asistent i ri dhe pastaj kam pas fatin që t'jem në procesin e themelimit të Universitetit Haxhi Zeka, kam qenë edhe rektor themelues i universitetit. Pastaj, pas kësaj periudhe të themelimit të universitetit, jam rikthyer dhe jam rizjedhur që 2 vite prap rektor i Universitetit Haxhi Zeka në Pejë. Jo pa arsye kontriboi jashtëzakonisht në themelet e tij, sepse Peja na e quan qytet të studentëve, një ëndër e kamotshme e vitit 1960. Peja është një qendër universitar që në vitin 1960. Këtu ka ekzistuar shkolla lartë komerciale ekonomike dhe Peja është qyteti i studentëve. Idetë për një universitet në Pejë dhe regionin e Dugaxhinit janë vjetra. Kemi mjaft iniciativat të intelektualëve të këtij qyteti dhe të regionit, disa herë mirë, po këto janë artikuluar dhe fuqizuar shumë më mirë në mesin e viteve 2005, 2006 dhe 2007-2008 bashkë me institucionet komunale dhe me Ministrinë e Arsimit i kemi intensifikuar gjitha këto angazhime. Dhe bashkë me ta është angazhuar një Këshilli Britanik, një ekspert i Këshillit Britanik i cili pastaj ka bërë një hulumtim dhe ka sjellë një dokument për fizibilitetin për një universitet të mundshëm në regionin e Dugaxhinit me konkretisht në Pejë, mbi bazën e këtyre fakulteteve dhe departamenteve të cilat ne i kemi këtu. Dhe ishte 14 nëntori i vitit 2011 kur çdo gjë filloi dhe më 1 tetor të vitit 2012 UNHZ hapi dyert për studentët e tij. Dhe ne gati gjithë kemi qenë të kyçur në ato studime dhe ka ardhur ai dokument është publik dhe mbi bazën e atij dokumentit pastaj është marrë vendimi që të themelohet Universiteti Haxhi Zeka. Zyrtarisht universiteti është themeluar në 14 nëntor vitit 2011, ndërkaq ka pasu gati parafërsisht një vit përgatitet që mësimi të filloj me 1 tetor të vitit 2012. Ka qenë një proces jo i lehtë ndërtimin e kapaciteteve të nevojshme, infrastrukturore, programeve, fakulteteve, me tutje akreditimit programeve, rekrutimit stafit, të gjitha këtyre çështjeve mbi bazën e atij dokumenti. Natyrisht fillimin ka qenë mjaft sfiduese dhe mjaft problematike, por besoj që ja kemi dalë me sukses, që universiteti me 1 tetor të vitit 2012 startoi me mësimet e para, me procesin e mësimdhënies dhe me proceset tjera të cilat i takojnë një universiteti. Masa e vërtetë e suksesit për çdo institucion akademik qëndron në arritjet e studentëve të tij dhe ky institucion krenohet me arritjet e panumërta që janë një dëshmi e përkushtimit të universitetit për të ushqyer talentet. Universiteti Haxhi Zeka sot ka suksese për faktin se kemi akreditimin 5 vjeçar. Dhe akreditimi 5 vjeçar nuk është rastësi, është rezultati një pune shumë të madhe të stafit, personelit akademik dhe personelit administrativ këtij universiteti, të cilët me përkushtim me një këmbgulësi të madhe kanë punuar maksimalisht që ne ta fitojmë këtë dhe këtë besim pastaj ta implementojmë me realitet. Kjo nuk kupton që ne jemi të bindur që duhet të ecim në drejtim të profilizimit të universitetit tonë, në drejtim të një kurrikule të integruar, në drejtim të rritjes mobilitetit brendshëm dhe të jashtëm studentëve tonë, në drejtim të profilizimit profesorëve tonë, në drejtim të aftësimit tyre me metodologji të reja, çdo herë duke i pas parasysh ndryshimet që ndodhin në fushën e teknikës dhe teknologjisë, në mënyrë që ne t'japim kontribut për studentët tonë, për fëmijët tonë. Ne mendojmë dhe jemi bindur që po punojmë me studentin zemër, me studentin qendër.
Duke njohur rëndësinë e përvojës në botën e reale, universiteti ofron mundësi për studentët e tij që të kalojnë pa probleme në fuqinë punëtore. Shumë studentë UNHZ-s gjejnë veten pjesë përbërëse të stafit të universitetit, qoftë si punonjës të përkushtuar ose si praktikant, duke fituar njohuri të vlefshme që forcojnë gatishmërinë e tyre për tregun konkurrues të punës. Universiteti Haxhi Zeka ka themi si mision që studentët të hyjnë në tregun e punës duke u përshtatur kërkesave të tregut. Domethënë biznes, agrobiznes, art, hoteleri apo ndonjë drejtim tjetër, dhe në bazë të kësaj kam pa domethënë shumë studentë të cilët kanë pas storje suksesi shumë të mira dhe nga ta domethënë janë motivuar edhe që të zgjedh Universitetin Haxhi Zeka. Studimet momentalisht janë shumë mirë. Universiteti Haxhi Zeka domethënë ka një lloj programi të cilit i mundson studentëve përveç studimeve gjithashtu të kenë mundësi edhe për praktik. Një ndër to domethënë kam qenë edhe unë, ku tani jam praktikante në zyrën për bashkëpunim ndërkombëtar. Pra përveç mundësive të studime, gjithashtu kanë mundësi edhe të kenë një pjesë profesionale themi të rritjes së tyre. Vlen të përmendet fakti se ndikimi i Universitetit Haxhi Zeka shtrihet shumë përtej kufive të kampusit të tij. Të diplomuarit kanë depërtuar në peizazhin profesional të PES, duke mbajtur pozita me ndikim në korporata të mëdha. Studimet bachelor në Fakultetin e Biznesit i kam përfunduar në vitin 2005. Në vitin 2005 Fakulteti i Biznesit neve si një grup studentave, sa kujtohet dikum prej 15 studentave kanë qenë që i ka propozu Fakulteti i Biznesit kompanisë Elkos Group. Në atë vetë ka qenë zërimi i rrjeteve të marketeve ETC. Dhe ne si fillim kemi arë si një staf të cilë nga ka propozu dekani në atë kohë ka qenë Edmond Beqiri, dhe nga ai grup që kemi qenë dikun rreth 15 tani jemi disa prej ty jemi ende në këtë kompani, ku jemi në pozitat e larta, ku shembull unë jam në pozitën e menaxherit përgjithshëm të Kosovës, që menaxhoj distribuimin, shitje me shumicën e pakicës në Kosovë. Studentët e ri, të cilët pas përfundimit të studimeve të gjithë ne jemi të hapur për ta, i mirëpresin dhe vazhdimisht kemi kontakte të shëndosha me stafin akademik, ku edhe në përforume të ndryshme të cilat organizojmë takime, jemi bashkëpunues në trupat këshillëdhënës, jemi bashkëpunues edhe në kandidatët dhe studentët të rinj të cilët ata na i propozojmë edhe ne jemi të hapur gjithmonë dyrë të hapuna janë nga kompania Elkos për gjithë studentët e Fakultetit të Biznesit dhe Universitetit Haxhi Zeka. Shkatësia akademike e Universitetit Haxhi Zeka është mishëruar në 5 fakultetet e tij: atë të biznesit, fakultetit juridik, menaxhimit në turizëm, hoteleri dhe mjedis, fakulteti i agrobiznesit dhe arteve, secilin një bastion i njohurive të specializuara. Universiteti Haxhi Zeka qëndron si një fener i dijes, duke udhëhequr breza që do vinë, drejt një të ardhme ku arsimi nuk është thjesht një kërkim, por një rrugëtim transformues që formson fatet dhe ndërton kombe.